Nga e hëna e qarkullimit të gjithë monopatinave elektrike është ndaluar përkohësisht në të gjitha rrugët e Shqipërisë. Ky vendim erdhi pas një analize të thelluar nga autoritetet shqiptare, të cilët konstatuan një rritje dramatike të aksidenteve që janë shkaktuar nga përdorimi i monopatinave elektrike. Vendimi për ndalimin e monopatinave u mori një ditë më parë nga ministri i punëve të brendshme Albana Koçiu në bashkëpunim me drejtorin e policisë së shtetit Ilir Proda. Policia e shtetit do të përfshihet në operacion për ndalimin e qarkullimit të këtyre mjeteve dhe prandaj kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për këtë proces, tha Proda. Sipas tij, analiza ka treguar se përdorimi i monopatinave elektrike po paraqit një rrezik të menjëhershëm për sigurinë publike, duke shtuar se vitin e kaluar janë regjistruar 991 aksidente nga përdorimi i këtyre mjeteve. Në vitin 2024, numri i aksidenteve me monopatina ka shënuar një rritje të konsiderueshme. Gjatë gjithë vitit 2024 janë regjistruar 20 aksidente në të gjithë Shqipërinë, me Tiranën që ka mbajtur peshën më të madhe duke shënuar 13 raste. Në 11 qarqet e tjera të vendit janë regjistruar 7 aksidente të tjera. Kjo ka nxitur autoritetet të shqetësohen për rrezikun që po paraqiten monopatinat për sigurinë e qytetarëve. Për më tepër, vetëm nga janari deri në fund të majit të vitit 2025 janë regjistruar 15 aksidente, 5 prej të cilave vetëm në kryeqytet. Ky numër përfaqëson 75% të aksidenteve të vitit të kaluar, duke sinjalizuar një rritje dramatike të fenomenit. Për fat të mirë, asnjë aksident fatal nuk është regjistruar gjatë kësaj periudhe, por shqetësimi mbetet i madh për numrin e lartë të lëndimeve dhe dëmtimeve të rënda. Shifrat që raporton policia e shtetit pasqyrojnë vetëm një pjesë të problemit, pasi shumë përdorues të monopatinave nuk raportojnë aksidentet për shkak të rënjeve të vetëdijshme, pa përfshirë asnjë mjet tjetër. Këto aksidente shpesh rezultojnë në dëmtime të lehta, por gjithsesi sillen kërkesa për ndihmë mjekësore, të cilat nuk regjistrohen gjithmonë si aksidente në policinë e shtetit. Raportimi i këtyre aksidenteve nuk bëhet në të njëjtën mënyrë si për aksidentet automobilistike, të cilat përfshin pasojë ligjore dhe pagesa sigurimesh. Përdoruesit e monopatinave që ndodhin në aksidente shpeshherë nuk raportojnë incidente në policinë, duke e bërë këtë fenomen edhe më të vështirë për të menaxhuar dhe kuptuar në dimensionin e tij të plotë. Shqipëria nuk është e vetmja vend që po përballet me këtë situatë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Italia, Gjermania dhe Maqedonia e Veriut janë disa nga vendet që kanë ndërmarrë masa drastike, duke bllokuar përkohësisht apo përhershëm përdorimin e monopatinave elektrike. Kjo ka shkaktuar një shqetësim të madh për sigurinë rrugore, veçanërisht në qytetet me trafik të dendur dhe një rritje të numrit të përdoruesve të monopatinave. Në përpjekje për të përballuar këtë problem, shumë qytete kanë vendosur kufizimin në përdorimin e monopatinave, duke ndaluar ata në disa zona apo duke kërkuar përdorimin e mbrojtësve si kaskat e sigurisë. Kjo është bërë për të ulur rrezikun e aksidenteve dhe për të mbajtur sigurinë në nivele të papranueshme. Ndalimi i përkohshëm i monopatinave elektrike në Shqipëri është një masë e rëndësishme për të parandaluar aksidentet dhe për të mbrojtur sigurinë publike. Autoritetet kanë theksuar se kjo është një periudhë provuese dhe se nëse situata përmirësohet mund të shqyrtojnë mundësitë për lehtësimin e kufizimeve në të ardhmen. Deri atëherë, qytetarët janë futur të respektojnë këtë vendim dhe të kontribuojnë në sigurinë e rrugëve.